Pogradeci fiton derbin e Juglindjes në Superligën e volejbollit për femra, duke mposhtur Skënderbeun me rezultatin 3-2, në një ndeshje të fortë dhe të luftuar deri në pikën e fundit. Skuadra pogradecare tregoi karakter dhe qetësi në momentet vendimtare, duke përballuar presionin e një përballje direkte dhe duke siguruar një fitore me peshë për ecurinë e kampionatit. Lojtaret e Pogradecit u shprehën të kënaqura për suksesin, duke theksuar se ekipi është tashmë i ambientuar me ndeshjet e forta që shkojnë në 5 sete. Është kënaqësi të luash ndeshje të tilla. Janë përballje që të detyrojnë të jesh maksimalisht konkurruese dhe të përballesh me skuadra që të sfidojnë realisht. Kemi luajtur shpesh sete të pesta dhe kemi bërë një punë të mirë në to. Ndaj jemi ambientuar dhe arrim të rrisim nivelin e lojës në momentet vendimtare. Aktualisht po luajmë në një nivel shumë të lartë dhe e dim se kur jemi në formën tonë më të mirë, është shumë e vështirë të na mposhtin. Që nga fillimi arritëm të imponojmë lojën tonë dhe kjo na ndihmoi të merrnim fitoren. Edhe energjia dhe bashkimi i ekipit ishin vendimtare. Tani duhet të vazhdojmë përpara, pa u ndalur në gabimet apo në frika e humbjes, por duke u përqendruar tek loja jonë. Besoj se kemi ende mundësi të imponojmë edhe më shumë lojën tonë. Objektivi ynë është i qartë, të shpallemi kampiona. Nga ana tjetër, për lojtaren e Skënderbeut, Irsa Metanj, përballja ishte mjaft e vështirë. Ajo pranoi se ekipi korçar është në proces ringritjeje, me një grup të ri lojtaresh, dhe se në këtë ndeshje fitoi skuadra më e mirë. Gjithmonë ne vim për fitore, edhe gjithmonë jemi me kokën para duke ecur para, duke thënë që po ne do fitojmë, ja dalim, edhe pse kemi nisur si një ekip i ri me terat vogla. Edhe shkojmë edhe me ekipin që është në vend të parë, mund të luftojmë edhe jemi akoma shumë mirë. Për mendimin tim ne kemi bërë lojë shumë të mirë, edhe mendoj se mund të ishte favori i fushës, i tifozave, por që mendoj se edhe ato kanë bërë ndeshje shumë të mirë edhe ne ndeshje shumë të mirë, po në fund fiton më i miri. Me këtë fitore në derbin e Juglindjes, Pogradeci vijon marshimin drejt objektivit madhor të sezonit, duke dhënë një mesazh të qartë për rivalët se mbetet një pretendente serioze për titullin kampion.